Juara me koronavirus janë për shkak të personave që kanë ardhur në Shqipëri kohët e fundit nga Italia. Në këtë moment, në emër të gjithëve, në emër të familjeve dhe të afërmve tuaj, të prindërve dhe gjyshërve që janë më të rrezikuar, ju lutemi, qëndroni të mbyllur. Kush ka ardhur nga Italia së fundmi duhet të qëndrojë në karantinë, duhet të vetë izolohet. Kjo është një thirrje edhe për familjarët e tyre që t'ju kërkojnë që të vetë izolohen në mënyrë që mos përhapin virusin vrasës tek ju në radhë të parë. Koronavirusi po shfaqet në Shqipëri nga personat pra që kanë ardhur nga Italia dhe ky është momenti kur të gjithë duhet të binden thirrjes dhe të mos dalin më në rrugë. Sot është dita të mendoni se ju mund të bëheni shkaktar të një tragjedie shumë të madhe që në radhë të parë do godas të afërmit tuaj. Qëndroni brenda, mos kontaktoni më njëri. Të afërmit tuaj do të kujdesen dhe nëse keni shqetësime që ngjasojnë me ato që shkakton koronavirusi, lajmëroni numrin 127. Sëmundja do të nisë të prekë shumë njerëz dhe mjekët po bëjnë të pamundurën, por ata të vetëm nuk ja dalin dot. Koronavirusin mund ta ndalni vetëm ju. Kështu ja dolën në Kinë dhe në Korenë e Jugut dhe kjo është rruga me cilën po lufton e gjithë Italia si komb. Sot është dita e sprovës sonë të madhe dhe duhet që të gjithë ta bëjmë këtë në emër të fëmijëve, prindërve dhe të moshuarve. Vetëm kështu mund të mbrojmë jetën e tyre nga ky kërcënim i madh.